Do diskutojmë tani edhe në lidhje me sektorin e turizmit. Sezoni për 2026 ka nisur njëkohësisht, kanë filluar edhe përgatitjet, por ndër tjera, përveç ecurisë sektorit, parashikohen edhe disa ndryshime, sikurse është vendosja e një POS-i ose Point of Sale, është detyrueshme për bizneset në turizëm që të keni pajisje të tillë deri në qershor të 2026. Ne më gjërësisht do diskutojmë me zotin Zak Topuzi, kryetari i shoqatës hoteleri turizmit. Zoti Topuzi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Ta nisim me këtë të fundit që mendohet se është risi për sektorin. Vendosja e POS-eve do të jetë detyrueshme deri në qershor të këtij viti. Si e shikoni? Mund përkthehet njëkohësisht përveç përfitimeve edhe në kosto nëse tarifat do të jenë sikurse janë aktualisht? Në fakt, qeveria kërkon që brenda 2030-s të kaloj një hap me një hap ambicioz dhe kryeministri ka folur qartë, kërkon një Shqipëri ku do të ketë vetëm para nëpërmjet bankave, mos përdoret më kesh. Sigurisht që ky është një premtim ambicioz, po mos harrojmë që qeveria shqiptare ka ndërmarrë disa premtime të tilla për ujë 24 orë e tjerë dhe sigurisht që pavarësisht dëshirës ka vështirësi që lidhen me mënyrën ose më mirë me qëndrimin që ka një popull ka shqip para kesh dhe nuk është e lehtë, sidomos për Ballkanin. Mos harrojmë që Greqia prej 30 e ca vjetësh në BE, vetëm 4-5 vjet e fundit ka filluar përdorimin e kartave në masë, qoftë në supermarketet, në restorantet, në baret. Pra është një nisëm pozitive, por ka dhe arsyet e tjera. Unë kam dëgjuar shpesh në ekspert duke folur për këtë mënyrë në televizione, por nga asnjë nuk kam dëgjuar arsye pse është kjo gjendje. Pra punojësit shqiptar marrin pagat e tyre nëpërmjet kartave të kreditit, por pothuajse të gjithë shkojnë i tërheqin e parë dhe vazhdojnë të punojnë me kesh. Mendoj se disa nga arsyet kryesore që lidhen mund të jetë edhe çështja e edukimit, zoti Topuzi. Urdhra? Mund të jetë çështja e edukimit mbi të gjitha. Shiko, problemi është më i thjeshtë akoma. Pika kryesore është komisionet e larta janë një nga arsyet kryesore për përdorimin kesh në Shqipëri. Mos harrojmë që BE-ja kufizon me rregullore të veçanta që në transaksionet bankare me kartën kesh, pra me kartën në dorë, interesat nuk duhet të jenë më shumë se 0,3 deri në 0,6%. Ne kemi 2 deri në 3. Për bizneset përdorimin e kartave. Në rastin konkret në Shqipëri, interesat janë nga 1,8 minimumi për bizneset e mëdha deri në 3,5, duke bërë gati 500% koston më të lartë se sa në BE. Dhe këtu nuk është faji bizneseve që nuk e përdorin këtë gjë. Një biznes i cili i vogël, një market laje, një bar, mos harrojmë që ne jemi vendi i dytë, midis vendit të dytë dhe vendit të tretë në Europë për numrin e madh të njësive të shërbimit. Gati 160 veta, çdo 160 veta ka një bar në Shqipëri. Dhe fitimet në këto, marzhi i fitimit është diku 7%. Dhe banka bëhet aksioner kryesor duke marrë 3,5% të ardhurave. Pra duhet filluar nga arsyet që shqiptarët përdorin keshin dhe pastaj të dalësh në përdorimin e tyre. Dhe një nga pikat e tjera, e rëndësishme është dhe konvertimi penalizues. Unë isha para disa muajsh në Vjenë dhe pagova taksin. Konvertimi me euros, banka ma bëri me 143,92 lek. Pra më mori gati 2 fish, ndërkohë që euro është gati 90 ca. Dhe nuk është pra faji i shqiptarëve që nuk përdorin kartat e kreditit, qoftë edhe ato që që marrin rroga. Pra janë disa arsye tjera të cilat në Shqipëri duhet të analizohen
dhe duhen të Banka e Shqipërisë nuk është vetëm thjesht një vëzhguese dhe rekomanduese. Ajo duhet marrë politika të veçanta në mënyrë që kartat e kreditit jenë të përdorshme. Unë u interesova dhe kam një shokun tim që kam qenë në shkollë dhe ai punon në bankën në Zvicër dhe u interesova çfarë efekti ka përdorimi i kartave dhe heqja e keshit në Zvicër. Dhe ai më tha që janë ulur në mënyrë, domethënë janë ulur jashtëzakonisht shumë interesat e përdorimit të kartave në Zvicër. Përdorimi i kartës, domethënë kartës pra direkte kur je online në dyqan, kanë shkuar në nivelet 0,03% dhe jo më shumë se 30 cent të merë pavarësisht nga transaksioni. Pra, duhet një kombinim dhe një analizë e qartë e arsyeve pse në Shqipëri nuk përdoret më shumë karta, megjithse pothuajse të gjithë punonjësit, qoftë shtetëror, qoftë ata privat, e marrin këtë rrogë nëpërmjet përdorimit të kartave të kreditit. Zotë Puzi, për këtë arsye, nevojitet mendoni një angazhim më i madh, jo vetëm i qeverisë shqiptare, por Bankës Shqipërisë përjedhoi edhe 11 apo 12 bankave që do të bëhen së shpejti në vendin tonë, sepse ato janë tek e fundit që aplikojnë tarifat, aplikojnë komisionet. Sigurisht që bashkëpunimi i të gjithë hallkave është ndoshta gjëja më e rëndësishme. Ne, interesat e poseve, interesat e transaksioneve me posë kanë qenë dhe më të larta, kanë qenë 4,5 deri në 5%. Në disa takime që ne kemi bërë në emër të shoqatës me drejtuesit e bankave dhe me shoqatën e bankave, arritëm të bëjmë një ulje më deri në këto kufi, pra 1,8 për bizneset e mëdha dhe deri në 3 apo 3,5 për bizneset e vogla. Janë disa hapa që janë në ndërmarrë. Dhe një nga nismat e tjera, biles ka qenë një nismë personale time, është edhe përdorimi i domethënë kartave dhe i shpërblimit, pra i tipsit, nëpërmjet kartave të kreditit. Pra në të gjithë kontinentin, në gjithë botën, pagimi i tipsit, pra i shpërblimit në shërbimin në një hotel apo në një restorant apo në një bar, bëhet nëpërmjet sistemit të pagesave të postit, i cili nuk të detyron që ti të lesh bakshish, por ai të jep opsionin, do të ja japësh apo jo. Dhe ky është një problem shumë i madh për ne që punojmë në shërbime. Duke ditur që të huajt nuk përdorin parat kesh, ai nuk ka asnjë mundësi për të dhënë shpërblim për shërbimi që do të marrë nga kamarieri, nga hoteli, nga taksisti, dhe nuk është ndonjë problem i madh. Unë kam gati 2 vjet që bëjmë transaksione me Ministrinë e Financave, me tatimet, me shoqatën e bankave, të cilët janë të gatshëm dhe kanë të implementuar programin, janë gati për ta zbatuar. Thjesht burokraci, ndrimet e ministrave, ndrimet domethënë e drejtorëve të tatime, e fillon bisedën nga e para për ta konvertuar. Është një element i rëndësishëm që ne në shërbim na duhet. Pra, ne nuk mund të pretendojmë të kthehen punonjësit shqiptarë që punojnë në Greqi apo në rajon, ndërkohë që ata nuk kanë asnjë mundësi për të marrë shpërblimin apo tipsin, për cilën është një nga elementet e rëndësishëm për të ardhurat e një punonjësi që punon në shërbim. Dhe shpresojmë që këtë fillim vitin, mbasi të stabilizohet situata, të bëjmë një ndërhyrje tjetër në institucionet përkatëse për ta implementuar këtë po themi si produkt. Dhe kjo do të bëjë të mundur që një pjesë e mirë e punonjësve shqiptar të kenë mundësi të shpërblehen dhe nga ata turistë që punojnë vetëm me kartë krediti. Njëkohësisht, zotë Puzi, kam përshtypjen që bizneset që punojnë në sektorin e turizmit janë të avancuar në këtë aspekt, pavarësisht e tarifave të larta. Nëse do të ketë një ulje të komisioneve, kam përshtypjen që të gjithë janë të gatshëm për të investuar aq sa duhet në mënyrë që të shërbejnë më mirë turistëve.
Sigurisht që domethënë bashkëpunimi dhe përmirësimi I këtyre kërkesave tona e I lehtëson dhe I jep mundësi që pothuajse të gjithë bizneset të përdorin kartën e kreditit. Mos harrojmë që sot është e pamundur të prenotosh një hotel, një hostel apo dhe një Airbnb pa përdorur një kartë krediti dhe pa marrë të dhënat nëpërmjet të sistemeve të kësaj mënyre pagese. Por thjesht është problemi që ne duhet I bëjmë të interesuar operatorët që ta aplikojnë këtë mënyrë dhe të mos bëjnë veprime të tilla që shpesh na krijojnë përshtypjen e keqe edhe tek motorët e shitjes, pra ti prenoton me kartë krediti, kur vjen për të paguar I thuhet që karta nuk punon, nuk ka internet, dhe detyron klientin të përdorë mënyra alternative për të bërë pagesën. Apo duke tentuar për të ulur çmimin në rast se ti do paguash cash. Pra është shumë e rëndësishme, domethënë një bashkëpunim mes palësh, sepse dhe kjo nuk është një nisëm që do të implementohet brenda një kohe shumë të shkurtër. Dhe iniciativa që ka marrë qeveria brenda 6 muajorit parë, prapë është një domethënë e ka brenda edhe atë mundësinë që kjo punë të zgjatet në kohë. Mos harrojmë që një pjesë e mirë e bizneseve të vogla duhet pagojnë dhe komisione për posin, pavarësisht se në bizneset e mëdha bankat I sjellin këto pose falas. Pra është një operacion I cili kërkon një qetësi, kërkon një angazhim të gjithë të strukturave dhe roli I Bankës Qendrore është esencial në bindjen dhe në udhëzimet që do të nxjerrë për përdorimin e keshit apo për minimizuar keshin, sepse nuk është problemi që ti mund ta bësh deri në 500 euro pagesën cash. Shqiptari do të vazhdojë të përdorë metodën nëse ka një pagesë 1500 euro do ta bëj me 3 pagesa. Pra nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja është ta bësh sa më të lehtë operacione dhe sa më pak kosto për atë, domethënë se kryesisht dëmin e merr shitsi, jo blersi. Në kohët e fundit po diskutohet një propozim që ju e keni bërë shpesh. Shteti paguaj detyrimet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit në sektorin e turizmit. Shembulli është Greqia që ju e keni sjell. Ka pasur tjera zhvillime në këtë aspekt? Po, mund të them se është një nga rritjet më të rëndësishme që shoqata jonë ka bërë në strategjinë 2026-2030. Qeveria ka parashikuar subvencionimin e punonjësve sezonal dhe sigurisht që ishte një diskutim I gjatë me ekspertët që u morën me strategjinë dhe së fundi qeveria e pranoi këtë iniciativë dhe shpresojmë që kjo të bëjë një revolucion të madh në konceptin e një punonjësi të turizmit, I cili nuk do jetë më një punonjës sezonal, por do të jetë një punonjës I cili do të ketë do të jetë një profesion specifik, do të ketë mundësi të ketë siguracione dhe pagesë vjetore, do të ketë një punë të garantuar, jo sezonale, dhe do të japë mundësi Shqipërisë që të mos ketë nevojë të marrë fuqi punëtore nga jashtë, por të rikthej punonjësit e saj cilët punojnë në këtë sektor dhe janë specializuar gjatë tyre 30 vjetëve në rajon, kryesisht në Greqi apo Itali, pa diskutuar që edhe Kosova ka marrë një numër të konsiderueshëm ekspertësh dhe punonjësish të specializuar në drejtimin e restoranteve, drejtimin e hoteleve, drejtimin e bareve dhe shpresojmë që këtë vit qeveria të parashikojë fondet për këtë lloj kategori punonjësish. Ofrojnë qëndrueshmëri për bizneset dhe I bind në një farë mënyre që të qëndrojnë hapur për gjatë gjithë vitit? Sigurisht, janë dhe politikat të tjera që ne kemi propozuar dhe shpresojmë që strategjia I ka marrë parasysh, por duan kohë për tu implementuar. Një nga problemet kryesore në shqiptare është dhe
sezonaliteti dhe përmirësimi i politikave të shtetit. Edhe ka dhe një gjë shumë të rëndësishme që shtrirja e turizmit në të gjithë Shqipërinë, pra agrobizneset, agroturizmit, turizmi malor, jo vetëm turizmi i rërëz e i detit apo turizmi i qyteteve kryesore është dominues. Ekspeditat e nxënësve të shkollave gjatë periudhës jo të sezonit, gjitha këto do t'i japin mundësi që Shqipëria të ketë një turizëm gjithëvjetor dhe kombinimi i të gjithë llojeve turizme sigurisht që i jep mundësi bizneseve të kthehen në biznese të qëndrueshëm dhe agrobizneset, agroturizmit, cilët kanë një zhvillim të rëndësishëm dhe qeveria pretendon që ata të shkojnë brenda deri në 2000 subjekte nga 250-300 që janë sot, brenda kësaj strategjie deri në vitin 2030. Dhe shohim që është e rëndësishme që turistët që po vinë në Shqipëri nuk janë vetëm thjesht turistë të rërës dhe detit, por janë turistë të cilët kërkojnë të eksplorojnë natyrën, kërkojnë të eksplorojnë gastronominë shqiptare dhe esenca e turizmit të vitit 2026, sipas rekomandimeve të ekspertëve të huaj, është të huaj, domethënë turistët duan ta ndjejnë veten si vendali gjatë periudhës që ata do të kalojnë pushimet në vendet jo vetëm për Shqipërinë. Aty ku shkojnë. Rekomandimi botëror. Duhet t'ju krijojmë mundësi turistëve ta jetojnë ato ditë pushime njësoj si vendasit, me eksperiencën qoftë në gastronomi, qoftë në kulturë, qoftë në veshjet, në të gjithë aspektin. Dhe kjo ishte në rekomandimet e fundit një nga pikat më të rëndësishme që Shqipëria duhet ta ketë në vëmendje për këtë sezon. 2025 ishte një vit rekord, zoti Topuzi. Do t'jetë njësoj edhe 2026, pra kemi arritur një maturim të sektorit? Rekomandimi që nga 2018, rekomandimi i organizatave botërore të turizmit, por edhe ekspertëve, ka qenë që brenda vitit 2040 numri i turistëve në botë do të dyfishohet. Mos harrojmë që Shqipëria ndodhet në Europë dhe Europa, pavarësisht se ka gati 7-8% të globit, përpunon 48% të gjithë turistëve të botës. Dhe rritja ka qenë duhet të jetë diku 7-8% mesatarja dhe ne jemi në mesataren europiane dhe kjo është perspektiva e cila nuk ndryshoi pavarësisht se ndodhi pandemia, pavarësisht se ndodhen luftrat në Ukrainë apo krizat e energjisë dhe elementeve të tjerë. Dhe tregoj që turizmi është një nga sektorët më të konsoliduar sot për sot në të gjithë industritë e tjera dhe nuk u dëmtua nga asnjë lloj po themi ndërhyrjesh dhe problemesh që të paktën ekspertët kishin frikë dhe i kishin vënë me pikpyetje. Konsolidimi i turizmit dhe rritja e numrit turistëve mbas pandemisë ishte një nga sfidat më të mëdha që ekspertët e kishin me dyshim. Dhe kjo tregon që turizmi nuk është më vetëm industri, është mënyrë jetese. Pra çdo njeri tani ka një po themi një program, një plan dhe mesatarisht rekomandimet janë që njerëzit lëvizin 7 deri në 8 herë në vit, ndërkohë që përpara ka qenë 4 deri në 5 herë. Lëvizjet vërtet janë më të ngushta, pra me më pak ditë, por janë me më shumë destinacione. Dhe sot destinacioni ka marrë vlerat më të rëndësishme. Nuk ka të bëjë me biznesin, me hotelin. Është shumë i rëndësishëm që destinacioni të marrë vlerën që duhet dhe në rast se nuk arrin dot si destinacion, pra në rast se Tirana bëhet një destinacion, e kupton, përfitojnë që të gjithë. Nuk ka lidhje një hotel është më mirë, ti mund të jesh më keq kur krijohet destinacioni, kur plotësohet destinacioni,
atëherë turizmi hecën dhe ne perspektiva e vitit 2026 është pothuajse me të njëjtin progresivitet, 7-8%. E rëndësishme është që po themi problemet nuk janë vetëm shqiptare, pra turizmi i rërës dhe i detit këtë vit ka pasur probleme për jo vetëm Shqipëri. Kjo ndodhi edhe në Itali, në Maltëzi, në Kroaci, në Spanjë, ku pati probleme, pati një stagnacion dhe tregojnë që turistët sot nuk janë më vetëm të interesuar për pushime vere dhe diti. Dhe ka ndryshuar koncepti i pushimeve, pra nuk duan temperaturat e larta, i kanë hequr dorë nga pushimi i muajve gusht, po kërkojnë lëvizje gjatë kësaj periudhe nëpër Alpet dhe ka një rritje të jashtëzakonshme të përdorimit, pra mbi 27% të përdorimit të turizmit malor me campers dhe kjo e diversifikon turizmin dhe nuk e le vetëm thjesht një intensitet madh vetëm për korrikun dhe për gushtin dhe për periudhën e verës. Shqipëria i ka mundësitë për ta përdorur të gjithë llojet e turizmit dhe fakti që turizmi malor po rritet me dy fish, me shifra 2 fish më të larta se turizmi i rërës apo i detit, tregon që jemi në rrugën e dur. E rëndësishme është që në strategjinë e këtij 5-vjeçari qeveria ka parashikuar përmirësime të dukshme në infrastrukturë, në turizmin e rërës, në turizmin e borës, i cili, për të thënë vërtetën, nuk është një turizëm i cili mund të bëhet vetëm nga investitorët, pra duhet i parapri shteti, është një turizmi i bardhë, është turizëm për VIP, domethënë është VIP, është turizëm i shtrenjtë me kosto të lartë, i shtrenjtë dhe kërkon infrastrukturë, kërkon, ne jemi mangët, shpresojmë që këtë 5 vjeçar qeveria ta marrë seriozisht dhe t'i zbatojë ato të cilat ka marrë përsipër vetë në strategjinë e turizmit të 2026-2030. Dhe fakti që paketa e maleve lidhet me investime në këto zona, dhe kjo është një gjë pozitive. Thjesht duhet avancohen studime, nuk duhet lënë që kjo punë të bëhet nga bashkitë, komunat, por duhet një grup i veçantë ekspertësh të cilët të studiojnë zonat dhe të bëhet një master plan i përgjithshëm për mundësinë e investimeve në këto zona, mos bëhen investime të pa koordinuara. Nuk është çështje komunash. Komuna dhe bashkitë apo dhe bashkitë e rëndësishme nuk kanë kapacitete ekspertësh të përgatitur për të dhënë direktiva dhe për të dhënë leje në këto drejtime. Ata thjesht mund të jenë zbatues të politikave apo të këtyre strategjive që duhet bëjnë ekspertët në rang, po themi, qeveritar. Zoti Topuzi, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar.